Mbledhja e Këshillit Bashkiak në Durrës është shoqëruar me debate dhe qëndrime të ndara mes mazhorancës dhe opozitës. Këshilltarët arritën të miratonin me ndryshime disa vendime të rëndësishme që prekin procesin e rindërtimit, transportin publik dhe përdorimin e plazheve për sezonin 2025. Me 27 vota pro, 9 kundër dhe 1 abstenim, u miratua ndryshimet në vendimet ekzistuese që prekin listat e përfituesve të banesave individuale nga procesi i rindërtimit. Këshilltari Dritan Burgia e kundërshtoi këtë projekt vendim. Këshilltari demokrat tha se qytetarët po përjashtohen nga e drejta e pronës dhe procesi i rindërtimit. Ai kërkoi më shumë transparencë dhe dokumentacion konkret, duke shtuar se opozita nuk mund të votojë pro në mungesë të një relacioni të qartë. Nga ana tjetër, edhe këshilltari Joni Mushketa theksoi se mbështet ndryshimet vetëm nëse përfshihen edhe banorët nga pallatet të tjera për të shmangur përjashtimet selektive. Kryetari i bashkisë nga ana tjetër sqaroi se shpërndarja e çelsave për banesat e reja do të bëhet brenda muajit qershor dhe brenda këtij muaji do mund të hyjnë në banesat e reja familje të cilat kanë marrë tashmë çelsat. Një pikë tjetër e rendit të ditës ishte ajo e rindërtimit për pallatin Kastrati dhe Alex Komeni, që kaloi me unanimitet. Ndër pikat e tjera të rendit të ditës ishte ajo e subvencioneve për transportin publik. Me 26 vota pro dhe 9 kundër u miratua procedura e shpërndarjes së subvencioneve për operatorët e transportit publik. Këshilltari Ardian Muka ngriti shqetësime serioze mbi transparencën e verifikimit të numrit të biletave të shitura dhe efektivitetin e këtij subvencioni. Sipas tij, shërbimi në Durrës lë shumë për të dëshiruar dhe fondet mund të ishin përdorur ndryshe. Këshilltarët miratuan dhe ndarjen e plazheve publike për vitin 2025. U miratua harta e përgjithshme e plazheve të lejuara për sezonin 2025 me 35 vota pro. Këshilltari Muka ngriti shqetësimin se me ndryshimet në rregullore, vetëm hotelet mund të marrin në përdorim parcela plazhi, duke përjashtuar baret dhe restorantet. Ai theksoi se ky kufizim mund të sjellë rënje të ardhurave në qytet dhe shtim të abuzimeve me hapësirat publike. Në të njëjtën linjë, këshilltari Dritan Burgia deklaroi se plazhi nuk është vetëm për turistët, por edhe për qytetarët vendas që frekuentojnë plazhe ditore dhe kërkoi që zona të caktuara të përjashtohen për të ruajtur hapësirën publike.